Dhe tani në këto momente, se do vi njëri që ka një rrugë të largë për të bërë, po i ke fërshëllet që këti thuaj që aj se po të pret agroni. Kush mi? Kush të ati? Po e përpis më budal. Asa më përqen këlloja me ty. Hapi veshit o agron, se po shkojnë në Afganistan. Qa është kjo? Do ikin në Afganistan. Shënë në Afganistan? Po me që hymë në NATO, ne u bëm specialista tani, dhe do shkojmë të japi mësime Afganistanezve atje, sepse në vitin 2030 Afganistani do jetë kandidat për në NATO. Jo! Po. Po mërë, që tani do shkosh ti kur ata do futen në vitin 2030? Ma sa fut fare. E kena këshu me kursi një avore. Edhe që punok e ti Afgane. Afganistanezve? I bëj zbor Afganistanezve. Do shkojmë me kursi një avore t'i gonë. Një javë po, një javë jo. Po? Po ka fonde për këto, ka para? Ka fonde, sa dush ka fonde. Po këta Afganistanezët i gono, më të trash ke zoti nuk ka. Çfarë thua? Po pse ke vajtur ti? Apo kanë ardhur ata këtu? Erdhën pra këta këtu. Solli erdhën një komandant afganistanez, edhe një komandant indianez. Indianez? Erdhën këta këtu, me morë trupat tona, edhe me hikën për në Afganistan. A, t'ju shoqërojnë? Po, mirë po ministria s'kishte më fonde. Po do flenin këta të shkretat? Në rrugë ata. Hajde një që morën ke shtëpia ime. A i morën ke shtëpia ti? Po. Si është ajo, besa shqiptarit, është si mikpritja e... Shqiptari është bujar dhe mikpritës. Dhe mikpritës e... Buke kryp e zemër. E voj, e qikve. Edhe ti gono, i sjellën shpijun këta i thash, vetëm mos ma merrni për ters, po një krevat lirë kam unë, edhe i vend ke stalla. Kush do fle ke stalla? Tha ky indianezi, shkoj unë ke stalla, tha pa merak. Iku ky, shku me ra me flet neve, kur tuk dera. Kush ishte? Indiani. Qa do dhe? Më falni, tha, po ti ke stalla kishte një lop. Në vendin tim lopa shumë e shenjtë, unë s'mund të fle me lopën, tha. E drejt. A ke bezdi me undru? Edhe i them ti Afganistanezit unë, për ja thash në gjune vetë. Shko flitite. Shkoj fliti, për ja thash në gjune vetë. Pse merr vesh ti kështu Afganistanez që? Afganistanez? I thash shumë. Afganistanez që? Pita. Thuaj në qafsh. Ja. Abdul, wala hakwa wala, I ke fliti ke stalla. Iku kyti gono, Sara me fletë për prapë, ne? Tuk dera. Kush ishte? Abduli. Qa halli kuella, I the ti? I tha qun, ti ke stalla derella. Hala bala. Kisha halli deri, tha. Se feja jonë, tha, nuk në lejon të flej me deri, tha. E drejt. Më bur hadi flini këtu, i tha që se i ki flej unë ki stalla, ty në lirë hatë. Fjetë ti? Shkojmë flema ti gono, qinjë, gjithë notën. Oho, në kasht. Po, kur zgjohem gjesun, shok këta të dy kishin dalë para shpistime, tunet me nerva këshu. Thash, qa kishin? Edhe ja bo respektin edhe të bojnë këshu gjithë nerva. Po pra? Qa ka, e thashu, qa ka? Po si me buri dhe në le gjithë notën pa gjumë, tha tu i raderës, gjithë notën. Tuk. Kush trokiste? Unë derës, i thash, në asë që mënyrë unë ka fletë si qinjë. Po kush i bin të derës? Deri. Po deri kishte ikur... Kishte ik natën deri, se zgëron të erën e komve. Po unë jom njeri pastër, unë i heq pucit ku flet gjumë. Po, normale. Po, pra. E kapa derin veç t'i gono. E troj. Hajde që këtu i thash. Hajde. Derit. Po s'gjetë turpi thash. Mirë kur ke qenë adoleshent, po tash i gje bo burë. Mu m'vin miq, ti m'bo këshu, kokër t'loti derit. Qa thua? Na, ka që kokër t'loti. E para dhe e fundit. Morë nësh! Tha i. Dakor, po pse shkon me kaq nxitim në Afganistan? Se s'ta kuptoj, se akoma nuk është bërë proces, si stërvitja. Pse me nxitim ti? Pse i pari? Po, kam edhe hall tjetër ti gëna. Qalli ke? E ke parasysh shefen ton kire parti? Po, ajo Kinga. Ajo Kinga? Shtatzan? Me kë? Unë se di, po thonë që mund t'je mund. Jo, ajo. Po pse të shne? Tashi... Edhe ajo ka qenë taps, kam qenë vetëm unë. E thonë edhe që është. Po si do i bërë? Ram dakord t'i gono që të mos merre vesh shumë e gjithë, i thash do ikësh do lindësh në Itali, ja shtetit. Ti pagojnë gjitha lekët, na e 10.000 lekësh. Shka? Po si do ta marrësh vesh ti kur të lindi ajo? I thash me password.
I thash, në qofë se ti lind normale, në rregull, gjitha, do më shkush vetëm i fjalë, makaron. Që ta mor vesh, makaron. A, shumë positiv, po? Duke se... Opa, mesazhi. Shpirti im këll. Makaron, 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 makaron. Çfarë thua? Prit se paska koma. 2 me salqiqe, 2 pa salqiqe. O gono. Do të rroj. S'ka gjë. Nuk e... Dëgjo. Dëgjo. Se do vesh në Afganistan. Po. Dhe me këtë rast do flasësh dhe anglisht atje. Po. Po që mos të lodhesh të bësh kursin artë poshtë, kam organizuar unë një mësim anglishte tani, ta ndjekim të dy bashkë. Okej. Hajde, ndjekim anglisht.